shkapërderje të bandave andej, siç ka thonë edhe kryeministri, disa janë burg, disa në rati e disa janë vra. Meqense tash po hym në zgjedhjet parakohshme, edhe që nuk pat shumë kohë dhe mundësi me bëj implementimin e programit, saqë më shtu diçka të re, rrjedhimisht vazhdojmë me pothuajse zotimet të cilat kanë qenë të 28 dhjetorit. Nga kriza në krizë, pa fajin tonë, jemi këtu ku jemi para qytetarëve duke i përsëritë, do thotë gjërat për të cilat jo që janë kështu të mërzitshme, janë të domosdoshme, por se pak si shpesh po vjen me na përsërit. Gjithsesi, çështja e sigurisë dhe sundimi i ligjit padyshim që mbetën prioritet qeverisë tonë. Mendoj që lëvizjave të vendosje, si subjekt i cili ka fituar zgjedhjet disa herë radhazi, me një mbështetje pothuajse plebiscitare nga qytetarët e Kosovës, i ka kushtuar rëndësi jashtëzakonisht madhe këtyre fushave. Dhe padyshim që arritja jonë në cilën ne edhe krenohemi, është veriu i Kosovës. Kosova ka pas fatin që ndoshta ndër vendet e vetme në rajon ta ketë një pjesë të territorit të saj i cili ka qenë pothuajse në kontroll total të organizatave të jashtëligjshme, të organizatave kriminale, besa edhe organizatave që në vetvete kanë pasur veprimtari që mund të cilësohen si terroriste. Shtrirja e sovranitetit, rendit, ligjit andej, përmes forcës së ligjit, përmes policisë, ka krijuar një situatë në cilën fatmirësisht është shty miti se ajo zonë është jashtë kontrollit të shtetit. Dhe po ashtu është shty miti që mekanizmat e sigurisë në Kosovë nuk kanë kapacitete për mu ballafaqu me rreziqe të tilla. Rrjedhimisht kemi shpërndarje të, do thotë, shkapërderje të bandave andej, siç ka thonë edhe kryeministri, disa janë burg, disa në rati e disa janë vra. Kemi, do thotë, këtu i kam edhe numrat statistikat të cilat e vërtetojnë në përpikmëri suksesin e mekanizmave të sigurisë atë të udhëhequra, do thotë, nga pushteti ynë.